Ky emision mbështetet nga Vetura dytë që kemi tek Virtus Auto është e tipit Toyota RAV4, viti prodhimit i kësaj veture është 2014, motori 2.2 dizel, manual me 6 shpejtësi, 150 km/h dhe kjo veturë, tërheqja e kësaj veture është 4x4. Nga jashtë shohim ngjyra shkafe metalike, ka drita LED ditore, xenon, big xenon, disqet aluminit 17 inç. Shkojmë i shohim detajet tjera brenda. Si që shohim brenda interierit kësaj veture kemi ulëzët lëkurës, pra komplet interieri është lëkurës, timoni është multifunksional të kjo veturë, me komonda në të, ka radio me touchscreen i cili ka edhe Bluetooth, gjithashtu edhe konektivitet përmes USB-s, ulëzët janë me nxemje, ka sistem të ndrrimit të profilit të vëzitjes, pra nga normal, komfort apo edhe sport. Ndrruesi si që kemi më herët është manual me 6 shpejtësi. Gjithashtu te kjo veturë veçohet se sistemi i 4x4 ka mënyra të aktivizimit të bllokimit të diferencialit, i cili shërben për rrugë më të vështira apo për pjesë të rrugës të cilat janë off-road. Po ashtu vetura ka ndezje me anë të butonit start-stop, gepeki është me hapje mbyllje elektronike. Kjo veturë viti 2014 ka 185.000 km/h dhe çmimi i saj është 19.100 euro.